Miq të dashur, jemi në konferencën e Diaspora Flet, e organizuar nga Germin, e një prej atyre që ka mbështetur këtë konferencë është edhe institucioni financiar IBAS, më konkretisht Gazmend Selmani. Gazmend, mirë se erdhe në Köln, duhet të them. Cila ishte ideja jote, pse mbështetja e një organizate të tillë dhe një takimi të tillë për diasporën? Faleminderit shumë faleminderit. Germin është një organizatë kreditbile e cila investohet shumë në ndërlidhjen e shqiptarëve në diasporë me shqiptarët në Kosovë dhe në Shqipëri e Maqedoninë të Veriut. Kështu që për punën fisnike që e bëjmë, për rezultatin që mbrijnë, gjithsesi që jemi pjesë e përkrahjes së iniciativave të tyre. Ti fole pak më përpara edhe për rolin e diasporës. Si e sheh ti rolin e diasporës sot? Sot është faza e tretë e rolit të diasporës në Shqiptari, është faza e ndërtimit të partneriteteve, duke pas në konsiderat dhe duke falendëruar jashtëzakonisht shumë për fazën e ndihmës në çlirimin, mbijetesën dhe çlirimin e Kosovës, zhvillimin e matejm, dhe tani Kosova dhe diaspora kanë arritur në nivel të kënaqshëm të partneritetit të shkëmbimeve të shërbimeve dhe produkteve profesionale. Domethënë, Kosova, diaspora më nuk është vetëm ajo që dërgon gjëra në Kosovë, por është thjesht një partner serioz edhe për ju de facto. Sakt, shumë e vërtet, dhe këtë e themi me krenari, veçanërisht duke e parë kompozicionin e njerëzve që janë sot në konferencën këtu, ku sheh doktor, profesor, inxhinier, gra e burra që kanë funksione të rëndësishme në organizimin e shoqërisë gjermane. Edhe në shtetin gjerman normal që ka që është krijuar një gjenerat e re diasporës, ti ke një lidhje të specifike të ashtu me diasporën, sepse ju ofron edhe shërbime të ndryshme diasporës. Po, në teknologji dhe në financa, në të dy industritë, ne kemi interakcion të kënaqshëm me diasporën dhe vazhdojmë ta kultivojmë më tutje. Kur jemi te financat, më duhet me theksu prapë që IBAS është një ndër institucionet që e redukton kostën e transferit të paras nga diaspora në Kosovë, duke ndikuar kështu që ato kostot e vjetra ose përvjetshme në të kaluarën prej 50 deri në 60 milion kostoja e transferit në vit, me IBAS kanë mundësi të dërgojnë pa tarifë. Pra është e nevojshme që personat që jetojnë në Kosovë hapin llogari tek ju, IBAS me disa programe dhe disa paketat posaçme. Sa po të hapin llogarinë në IBAS, ne ju krijojmë një llogari bankare britaneze me qasjen e SEPA dhe transferi i paras prej Gjermanisë në Kosovë bëhet nëpërmjet SEPA-s dhe që mbrin brenda sekondave duke mos paguar një tarifë. Ato kartelat që i marrin me siguri që i përdorin edhe për blerje, për shërbime, jo vetëm në Kosovë, po edhe në... Pastaj me IBAS Mastercard mund të shërbehen për blerje në dyqane, të tërheqin para në secilin bankomat në Kosovë, të paguajnë kudo në botë me kartelën e IBAS-u jep. Ke edhe ndonjë plan, ndonjë iniciativë të re, cilën mund të presim në diaspora, sepse ne jemi natyrisht interesuar edhe për shërbimet ndryshme që të jemi sa më afër vendinjes tonë. Sa i përket IBAS, po besojmë që në vitin 2027 të hapim edhe në Gjermani, fillimisht të kemi prioritet Anglinë, të plasojmë produktet të shërbimet tona në Angli, pastaj në Gjermani. Ndërsa zgjidhje tjera jemi në fazë të avancuar të krijimit të një platforme të ndërlidhjes profesionale të shqiptarëve brenda Gjermanisë, po dhe shqiptarëve me Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoninë të Veriut. Le të mbetet kjo si një lloj befasie edhe për ne, pra ne me siguri që do të përcjellim edhe punën tuaj. Faleminderit shumë që ishte me ne, pra ishte drejtori CEO i IBAS World, që ofron shërbime të ndryshme për njerëzit nga Kosova në radhë të parë, për dërgimin e parave, dërgimin pa tarifa në raste të caktuara, dhe nëse jeni të interesuar, ju natyrisht që mund të shikoni edhe të dhënat konkrete për këtë kompani këtu përfundi që do t'i shërbejë. Faleminderit dhe mirëpafshim. Faleminderit shumë.